e durë në ftyres e një të haru ishtë një. Me 17 prill 1999, në Poklek të Drenasit, në shtëpinë e Fadil Muçollit, u strehuan 53 persona që kërkonin shpëtim. Por ajo që duhet të ishte një stri e sigurt, u shndrua në një vend tragjedie. Forcat serbe hyn pa mëshirë dhe masakruan 53 persona. 2 prej viktimave u ekzekutuan, u dëgjën dhe më pas u hodhën në bunar. Asnjë nuk mbijetoi përveç dhimbjes. 27 vjet pas, Fadil Muçolli, i cili humbi 14 anëtar të familjes atë mbrëmje prilli, rrëfen ngjarjen makabre. Dhe me datën 17 prill 1999, forcat serbe kanë sulmu fshatin Poklek. Familja është zhu diku në ora 6, pasi veç filloj mu rrethu fshati, edhe fillu në gjujtme nga forcat serbe, pe pamundësis që familja mu largu me shku në mal, familja është nisë për Drenas. Që anë e kumë përcjell deri sa ka hynë në Drenas, e kumë përcjell me sy, pe distancë. Mirë pa forcat serbe i kanë dalë në rrugë, edhe i kanë dalu, nuk i kanë lau me hynë në qytet. Baba ka refuzu, forcat dikush nga ata ka shkrep me pushka automatike najrë edhe i ka kërsnu që nëse nuk kthejnë do t'jo vras këto. Familja është kthy në shpe. Forcat serbe s'kemi mujt me ndalu me hynë në fshat, kanë hynë në fshat, jem në orë në bërë, i kanë zirë jashtë, i kanë numru edhe prap i kanë fut mranda në dhu. Dikun mas 15 minuta ka hynë mranda, e ka morë babën Sinonën, edhe i merë Elshonën, i kanë qitë në bërë edhe i kanë ekzekutu. Meher pas ekzekutimit tyne, është këthy në drejtim të shpis, ty e gjuh hyrje në shpis, edhe ka hynë brenda në shpe, e ka hop derën e dhumës, ku jenë ka 57 njerëz. I ka gjuh 2 bomba dore, në dhumë, pas qëtësimit bomba, ka hynë mrena me pushka automatike dhe ka gjuh deri sa ai ka mendu që i ka vrot gjellë. Edhe është largu nga këto. Mrena në dhumë, për asoj dhumë kanë dollë 6 persona që sa djenë 5 jetë. Në atë dhumë kanë metë 51. Shpia ku është kry masakra, ka qenë shpia jem ku kom jetu me 20 anëtar të familjes. Mu kanë vra 14 anëtar të familjes në gusht. 2 prind, 4 motrat, bashkëshortja me 4 fëmijë, edhe bashkëshortja vllat me 2 fëmijë. Forcat serbe jenë kthy po atë ditë në mbrëmje, edhe e kanë djegë dhumën ku kanë qenë kufumat, trupat e 51 persona. Sipas dëshmitarëve që në konë dhumë, aty kanë betë fëmijët palëndu, fëmijët gjallë. Nesërmen, forcat serbe prapin kthy, edhe kanë djegë dhumën edhe i herë, ku kanë qenë kufumat. Dikon mas 4 dite, jenë kthy forcat serbe prap, e kanë
djekë dhëmën edhe krejtë shpinë. Edhe i kanë të bu eshnat 2 qushët e dhëmës i kanë përgadit në i morë, që koshti maj modhe u konë, i konë sa një pakë dhe cigare. Për Fadilin, kthimi në shtëpi nuk ishte për të jetuar, por për të mbledhur ishtrat e më të dashurve. Me ushtarët e UÇK-s, ai kërkoi në heshtje aty ku dikur kishte jetë dhe dashuri, duke përjetuar edhe një herë tragjedin që e ka shkatruar familjen e tij. Në organizu prapë si ushtar të ushtrisë lirimtare, me armë i morë eshnat, mos më naj hupë. E kemi morë një bateri të kjerit, një qebe, një sytë kjerit edhe thos najloni. Kemi ardhë, kemi hynë këtë, e kemi mbyll dritaren me qebe, e kemi ndez dritën, edhe kemi fillu, i kemi të bu eshnat, i kemi shtina për thos që edhe sëd, kur e afrejt duhet në ftyres, e një atarunën e eshnat njëva. Edhe sa ashtë që kun morë me shtinë thes, unë ku mendu, a mën me ka ashtë i bobës, i nëmës, i fmive, bashkëshortës, i motrës. I kemi morë eshnat, ushtarët, një grupë prej ushtarëve e ka morë obligim me qenë një bunker në malë, për me më shef eshnat. I kemi morë thost, i kemi qu, i kemi shtinë bunker. Ati bunkerit kena prej lisa trosh, droj trosh, i kemi shtru droj, i kemi qitë ona është droj, edhe lastek mos mi një ujt, edhe për mi i kemi qitë prap droj, lastek edhe kemi mlu 50 cm me dhej. Kemi të bu dëshk, therra, që kanë qenë prejnë ma heret, edhe kemi masku, që mos me mujt me gjetë sërët e mënaj morë. Jemi këthy prap këto, e kemi lyp babën edhe i merin, ku të regojshën dëshmitarë se ku i kanë vra. Edhe nuk i kemi gjetë. Vendi ku të regojshën që janë vra, i shkoni djegën. Baba ka pas një orë gjepit, jem ofru, ku mendu që i kanë djegë. Krejtë edhe nuk u metë kur gja, jem ofru e kom këqyri hinin në 2 venat, në onën e majtë nuk e kom gjetë, në onën e djatë, ku dikes që muri ishë në zi, e kom gjetë orën e babës. Kemi lyp në për objekte, në për bërë si kemi gjetë, një ushtarë ka këshyrë në bunarë. E tha mujnë me konë qëtë se ujtë ka shku në barë. I kemi gjetë 2 kanupa, shpitagjes, me një kanap e kemi lidhë ushtarin, një kanap ja kemi dhonë të thatë. E kemi lëshu të thatë e pusht, e kemi lëshu pusht ushtarin deri të ujtë, edhe ka thonë pusht diçka ka. E ka lidhë. Personin e parë, e kena nxjera, e shkon baba, që e kom një joftë. E kemi lëshu prap ushtarin pusht, e ka lidhë edhe tjetër një mërë lëshonën, e kemi nxjerë, edhe i kemi qu, i kemi varosë malë. Prap jem këthy këto, me Nehat Sulejmonin, kemi hy, e kom qelë derën e podrumit, në dhëmë ku është kry masakra. Terë, kur e kom hop derën e kom shkelë mrena në podrum, koma mu ka rrugë, për tukën një parë. Kemi hy mrena, e kemi mbyll derën, edhe e kom prej kata me dërë, i kemi dhejtë shkrepzat edhe ata i shkon në gjak. 2 onë të muri të mojtë edhe në gjatë i shkon të jesë gjako. Plaka e podrumit, në mes të podrumit, i shkon të pitë gjak. Sot pas shumë vitesh, dhimbja për Fadilin është ende e praneshme, por ajo që është më e rëndë për të është mungesa e drejtësisë. Ja thonë drejtën, në veç në drejtësisë besaj.
edhe nuk besoj që ekziston drejtësia. Sidomos drejtësia ndërkombëtare. Qysh mujna mi thonë drejtësi ndërkombëtare edhe qysh thirrën ndërkombëtar në drejtësi kur nuk ja ka vranë ndërgjigjen një vend ku një vranë 23 fëmijë prej fushës 6 muajshe deri në 14 vjeç, një ndjeg edhe u fsheh nga drejtësia ndërkombëtare. Për çka nuk u delegu në Hog? Drejtësia vendore për mu, në shumë intervista kom thonë që është në Kubë, deri para 8 muajve dikon. Mirë po mu, nina mirë që nuk u kon thonë një drejtë që a kom thonë, me punën edhe angazhimin që kanë bo ata. Unë jem do shumë i kënaqur